Janë 27 lider dhe 5 përfaqësues të lartë të institucioneve të Bashkimit Evropian, të cilët ndodhen në Tiranë për punimet e samitit të Komunitetit Politik Evropian. Edhe njërë kujtoj, liderët u pritën të gjithë nga kryeministri Rama. Në fokus të diskutimeve do të jetë lufta në Ukrainë, por edhe emigracioni i paligjshëm. Të gjitha diskutimet do të mbahen pikërisht këtu në shtëpinë e Europës, e ndërtuar enkas për këtë qëllim në sheshin Skënderbej, pas monumentit të Skënderbeut. Ky samit e kthen Tiranën në epiqendrën e Europës, sepse për herë të parë, siç thash, zhvillohet sesioni i 6 i samitit të Komunitetit Politik Evropian. Pas pak ose për pak, nis tryeza e parë dhe fokusi është tek siguria e Europës dhe qëndrueshmëria demokratike, duke trajtuar si çështje të rëndësishme mbështetjen për Ukrainën në arritjen e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, si dhe sfidat afatgjata si mbrojtja e institucioneve demokratike nga ndërhyrjet e huaja dhe përforcimi i kapaciteteve të mbrojtjes së përbashkët evropiane. Every time I head towards an EPC summit, I'm haunted by a 16th century painting hanging in the British National Gallery. The Rape of Europa by the Grand Master of Italian Renaissance, Paolo Veronese. In it, the Princess Europa, young and radiant, stares skyward as she mounts a white bull. The bull is, of course, Zeus in disguise, the king of the gods, who will carry her away to a land from which she will never return. There is something hauntingly familiar in this myth, a resonance that feels all the more acute in the times we live in. Maybe it's because more than being a character or a fixed identity, more than the labels of West or East, liberal or conservative, nationalist or socialist, Europe is a journey. And suddenly the journey has become much harder. Highly distinguished guests and very dear friends, trust me, I struggled to find the right words to express my delight in hosting this European Political Community Summit here in Albania. It is truly an immense honor for all my country, for all the Albanian people, to welcome you all to this country and to this purposefully constructed house for the European political community in Tirana, where you are not surrounded by the nightmare of Europa in Renaissance paintings, nor by the emptiness of a temporary gathering space. You are surrounded by Albanians' children's imagination of Europe. This was an obvious choice for us because children's dreams are never held hostage by the myths of the past. They are instead about imagining the future. Very similar, by the way, to the dream of Europe's founding fathers. And you have landed at a particularly poignant moment in this country, where we have learned to view the past through the eyes of the future and no longer to look at the future through the eyes of the past. Your arrival follows an election campaign in which Europe featured more than ever before, not as a divisive issue, but as a joint claim to identity, not as a list of policies, but as a deep yearning for belonging, not as a set of homework assignments, but as a shared destiny. That is why it is so gratifying that the campaign centered on those keywords: Europe,
identity, belonging, and destiny, won over 52% of the votes. For my dear friend Keir here, it was a result very similar to the Brexit referendum, but with the roles reversed, 52% for Remain, or in our case, Unite. Where it wasn't comparable, however, is the remaining 48% of the voters. They are not Eurosceptics. Të cilët mendojnë që duhet isha shkarkuar me që nuk ja dole Long ago. Shqipërinë me BE-n shumë kohë më parë. Por në fakt nuk është ky argumenti im. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejt e re. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pjetrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut, që aso kohë ishin nën sundimin osman. Kështu që ma hamendja që për abatin vizionar, Turqia e sotme do të ishte po kështu një partner i domosdoshëm në një bashkim paqeje të përhershme. Por sigurisht, projekti dështoi, u vra nga interesa pa pesh e kapriço të vogla, siç do ta thoshte Volteri, e u gëlltit nga frika që ka mbajtur për kaq kohë peng Europën. Edhe sot, miti i Europës vazhdon të jetë i pranishëm dhe i ngjan Europës së mbledhur këtu sot në mënyrë të frikshme ka qenë goditëse. Ëndra e paqes përhershme është zëvendësuar nga makthi i luftës përhershëm. Në vend të këmbanave të paqes dëgjojmë taullet e luftës. E ka një ndjesi të prekshme sikur mungon fryma, ndërkohë që përballemi me forcat që kërcënojnë vetë themelet e Europës, agresioni i jashtëm, fragmentimi i brendshëm. Fantazmat e miteve imperiale, zhvendosja e aleancave gjeopolitike, paqëndrueshmëria e tregtisë globale dhe vështirësia e thellë, shumë e thellë e kaq shumë njerëzve që të besojmë te një Europë e re për kohë të reja. Por besoj se nuk ka moment më të mirë se sa ky për të na kujtuar se ndërkohë që me të drejtë kemi menduar për Europën e qëndresës, të mbrojtjes e të kapaciteteve të reja ushtarake, nuk duhet harrojmë Europën tjetër, Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore, e të përpjekjes për një paqe të përhershme jo vetëm mes vetes, por edhe me armiqtë tanë. Kjo Europë që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashk, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme. Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë. Në të kundërt, ashtu siç na kujton Immanuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që t'u thurim lavdi armëve, këtu në Ballkan. I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, të shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta japse shpresa në atë Europën tjetër është më e madhe këtu. Eurooptimisti më i madh mes të gjithëve ne të mbledhur këtu, në këtë shtëpi nuk jeton në Paris a Berlin, po në Tiranë e Podgoricë, ku besimi në idealin europian i ka rënë të thellë. I kemi mbijetuar kolapsit ekonomik, i kemi mbijetuar migracionit, shvendosjes, i kemi mbijetuar lajmeve të rreme
edhe përpara se sa të krijohej ky term, dhe kemi mësuar se bashkëpunimi nuk ka humbës. Ndoshta jap se besojmë se Europa mbetet terreni më pjellor për të shndruar rrjetat e zymta të historisë në rrugë të shëndritshme për të ardhmen. Europa për ne është po aq një vend i bashkëndar shpirtëror saq është një mozaik krajonesh, gjuhësh e besimesh të ndryshme fetare. Ndoshta jap se ndjejmë nevojën jo vetëm për politika të reja, por për një lloj të ri politike, një politike e cila ripërcakton jo vetëm atë çfarë jemi, por edhe se si jemi së bashku mes vetes e me botën. Një politikë e cila e sheh Europën jo si një fortesë për të mbrojtur apo një muze për të ruajtur, por si një shpirt i përbashkët që duhet mbrojtur, një fati të gjithë për të jetuar e një e ardhme e përbashkët për të ndërtuar. E për ta bërë këtë nuk duhet investojmë vetëm tek qëndresa e tek mbrojtja, por tek zemrat e mendjet që do të mbartin me vete shpirtin e Europës, fatin e Europës dhe të ardhmen e Europës. Dhe më lini t'ju pyes. Shumë të dashur miq. Pse të mos imagjinojmë një KPE të arsimit, të shkencës, e të inteligjencës artificiale, një aleancë ndërkombëtare përtej armatimit, një terren burimesh të ndërlidhura dijeje, kërkimi shkencor, inovacioni, ku territoret që nuk janë anëtarë të BE-s apo ende jo anëtarë të BE-s mund të bëhen kufi të ri investimi, pa burokraci, pa rregullime barra fiskale. Një ringjallje e asaj çfarë pasoi rënien e murit të Berlinit, ku Europa perëndimore zbuloi gjysmën e saj lindore, e ku investimet vërshuan në drejtim të lindjes, duke tërhequr të rinj në përqafimin e Europës, e duke nxitur epokën e fundit të mbështetur të rritjes reale, ku nga këto investime pati dividend mjaft të lartë në këta kufi të rinj. Le t'u japim të rinjve të Europës, bizneseve të reja, një arsye më të mirë për të qëndruar se sa të flasim vetëm për armë apo riarmatim. Dhe le t'u japim një motiv të fortë për të ndërtuar, për të ëndërruar në tokën evropiane, në vend që t'i hedhin sytë të shkojnë larg për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt betejë ajo nuk mund të ketë të bëjë vetëm me qëndresën ndaj asaj çka mund të na bëjnë të tjerët, por duhet të jetë po kështu, diçka që lidhet me atë çfarë ne mund të bëjmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe për Europën tonë. Nuk ka të bëj vetëm me qëndresën kundër shkatrimit, kjo është apërmendsh, por ka të bëj me kurajën për të ndërtuar, për të ringjallur urtinë e historisë sone, për të forcuar besimin në kapacitetet tona njerëzore të arsyetimit. Kur Donald Trump i tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi sepse i plot fuqishëm kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën. E nuk mund të ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur veten. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një udhtim rrëmbimi si në pikturën e Veronezës, por një udhtim kthimi dhe rilindjeje, një kthim në shtëpi, në një shtëpi që gëlon me ëndra për të ardhmen, e çliruar nga mitet e së shkuarës, e pas pak dyshim e mbrojtur mirë, por pa dyshim një shtëpi që nuk ngjan me formën e armëve, por me imagjinatën e fëmijëve tanë dhe të etërve tanë themelues. Një vizion që na takon ne ta sjellim në jetë. Faleminderit shumë dhe tashmë si mikpritës kam nderin t'i jap fjalën presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa. Well, first of all, thank you very much. Së pari, faleminderit shumë i dashur Edi. Faleminderit
për motin, edhe pse vërtet me shi, por kohë ngrohtë dhe për këtë mikpritje kaq të ngrohtë dhe kaq krijuese, kreative për këtë summit të komunitetit politik evropian. Titulli i takimit të sotëm është vërtet me vend një Europë e re në një botë të re. Dhe unë besoj që kjo është edhe çështja kryesore për këtë summit të sotmin. Pra, çfarë është Europa, cili është roli i saj në këtë botë të re? Pas fundit të luftës së dytë botërore, ne ndërtuam një rend të ri botëror, të bazuar tek Karta e OKB-s, tek e drejta ndërkombëtare, si edhe bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai tregtar. Sigurisht që ai rend ndërkombëtar nuk ishte i përkohur, por na ofroi një kuadër shumë të mirë për paqen, për begatin, në rritje, në veçanti këtu në Europë. Dhe tashmë ky rend botëror i bazuar tek rregullat, pra po minohet nga shumë palë. Agresioni rus kundër Ukrainës solli luftën e madhe në kontinentin evropian sërish dhe kjo luftë është një sulm ndar komunitetin ndërkombëtar, ndaj të gjitha parimeve të cilat ne i kemi fort për zemër, si sovranitetin kombëtar, si edhe funksionimi i kufive ndërkombëtar dhe integritetit territorial i vendeve tona. Situata në Gazë është një situatë që është një tragjedi humanitare. Pra, e drejta ndërkombëtare po dhunohet kur njerëzit po sulmohen me forcë të shdrejtë për dekada. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe ai tregtar ka bërë që njerëzit të lidhen me njëri tjetrin dhe të ketë më begati, ndërkohë që kjo ndërvarësi që ne kishim krijuar është ndërruar në një instrument pushteti dhe presione. Nga ana tjetër, mënyra se si ne kemi funksionuar me rendin shumë palësh ka bërë që ne të kishim paqe, siguri, ka pavarësisht ndryshimeve klimaterike, kemi promovuar të drejtat e njeriut, të gjitha këto çështje të cilat mund të avancohen sërish përpara vetëm nëse ne bashkëpunojmë në formë kolektive. E megjithatë, rendi shumë palësh vazhdon të sulmohet nga hera e në mënyrë të vazhdueshme. Dhe Europa ka detyrë të punojë për këtë çështje. Ne duhet jemi të bashkuar dhe Europa duhet t'ia dalë mban për të sjellë një paqe të drejtë edhe kohëgjatë për Ukrainën. Dhe ne e dimi, dashur Volodymyr, që siguria juaj është edhe siguria jonë. Europa gjithashtu duhet të investojë më shumë tek mbrojtja e saj, sepse ne kemi mësuar që paqja pa mbrojtje është iluzion. Europa duhet t'ia dalë mban për të krijuar kushtet e duhura për të patur zgjidhjen e duhur për paqe në lindjen e mesme, sepse në rast se nuk e bëjmë këtë, kështu do të minohet jo vetëm siguria e gjithë Europës dhe vendeve të tjera fqinje, por edhe autoriteti e saj. Europa duhet t'ia dalë mban për të thelluar, por edhe për të zgjeruar rrjetet e saj të tregtisë botërore dhe të begatisë. Ne nuk duhet t'i jepemi tundimit të proteksionizmit, por duhet kemi partneritete dhe duhet të shmangim mentalitetin me shumatoren zero. Europa duhet t'ia dalë mban pra për të mbrojtur rendin shumë palësh, duke udhëhequr edhe me anën e paktit për të ardhmen. Duke respektuar marrëveshjen e Parisit për ndryshimet klimaterike, duke mbrojtur oqeanet, si një e mirë globale për të gjithë dhe sigurisht duke vazhduar të jetë një shtyllë e fortë e OKB-s dhe mbështetëse OKB-s. Dhe Europa ka për t'ia dalë mban. Unë dëshiroj t'ju them të gjithëve sot që Bashkimi Evropian është gati dhe i gatshëm që të luajë këtë rol të plot në këtë Europë të re, në këtë botë të re, duke punuar nga afër me të gjithë partnerët tanë europian. BE-ja e re
do të jetë një partner i besueshëm për integrimin evropian, por edhe për bashkëpunimin për energjinë, për sigurinë, për mbrojtjen, për të mbrojtur klimën. Pra, duhet përdorur kjo energji, ky motivim pikërisht për të ardhmen e fëmijëve dhe energjinë e mikut ton Edi Rama që të punojmë së bashku si evropian. Faleminderit. Tashmë kam nderin t'i kaloj fjalën presidentit të Republikës së Francës, Emmanuel Macron. Madhëria juaj. Faleminderit Edi, faleminderit që na ke mikpritur me rastin e këtij samiti dhe urime për rezultatin e zgjedhjeve. Vërtet edhe për këtë rrugtim europian e besim që shpreh tek Europa. Faleminderit dhe kam kënaqësi që ju shoh të gjithëve këtu me rastin e samitit të 6 të komunitetit politik europian e i pari që zhvillohet në Ballkan. Faleminderit për këtë mikpritje, po kështu edhe që na kujton se pas ëndrrës europiane dhe asaj çfarë na bashkon nuk është vetëm gjeografia, por edhe mitologjia, historia dhe rrugtimi që kemi bërë. Ju referove rilindjes, iluminizmi, kulturës, gjithçkaje që na ka frymëzuar. E megjithatë, jemi këtu sot në kohra ku jetët e vendeve tona, e situata e kontinentit ton i sjell paksa seriozitet këtij takimi duke pasur parasysh sa e lartë është steka. Në fakt, në raport me këtë seancë, më lë mbres diçka e pashëmbullt që në fakt ka një sfidë të gjitha format sigurisë Europës dhe të mbledhurit përtej Bashkimit Evropian dhe mbledhja me të gjithë krerët e shteteve dhe qeverive që përfaqësojmë këto vende, kjo na jep shansin e një kontinenti më të gjerë. Na jep shansin që të përballemi me sfida e ta bëjmë këtë së bashku, në unitet, duke pasur parasysh rrezikun e dasisë që na kërcënon. Natyrisht, përparësia politike është gjeostrategjike, ka rreziqe natyrisht të ndasive, të luftës në Europë, ndonjëherë ka edhe kërcënime të unitetit. Natyrisht, pikë së pari është lufta e agresionit rus në Ukrainë dhe Volodymyr e di se sa shumë jemi krahti solidar. Kemi bërë së bashku me Kirin, Donaldin dhe Friedrichun. Kemi krijuar koalicionin të vullnetshmëve dhe është shumë e rëndësishme që të mbështetet Ukraina dhe të mbështetet pikë së pari armëpushimi, edhe në qoftë se duhet thënë, orët e fundit, Rusia nuk e do këtë armëpushim, por trysnia e europianëve dhe amerikanëve do ta bëjë. Nuk do të ketë armëpushim spontan. Rusia, sidoqoftë, duhet u kthehet diskutimeve që u mbajtën në 2022. Natyrisht, kjo do të thotë që duhet të këmbgullim në mënyrë që të sigurojmë një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Unë shpresoj që gjithçka do të përmbyllet, do të ketë edhe një traktat paqe midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, dhe dua t'ju them Nikol dhe Ilam se sa e mbështesim ne këtë gjë. Dhe kjo në fakt do të thotë që të ecim përpara për çështjet që mbeten. Mëtej duhet mbështetur Moldavia ndaj agresionit të përditshëm nga Rusia. Gjithashtu edhe duhet mbrojtur edhe në raport me zgjedhjet e ardhshme, sepse ne e dim se sa shumë ndërhyrje ka. Dhe siç e tha Antonio, kjo e gjitha ka të bëjë me koordinimin mes nesh për t'i dhënë fund situatës papranueshme humanitare në Gaza. Pra, është i nevojshëm një armëpushim, është e vetmja rrugë përpara dhe është thelbësore që vendet tona e është e rëndësishme për parimet që ne mbështesim një gjë e tillë.
Dhe me sa kuptojmë, edhe për të tjerët në barbotën që mënyra se si e shohin atë që bëjmë në Ukrainë. Në fakt nuk po krahasoj, po dua të them diçka. Njerëzimi, Kina, India, kontinenti afrikan, lindja e mesme, paqësori, Azia, të gjithë i kanë syt nga ne. Ndonjëherë nuk e kuptojmë se çfarë po bëjmë, nuk e kuptojnë se çfarë po bëjmë me Ukrainën. Dhe kjo është e kuptueshme, por le t'ua shpjegojmë se çfarë po bëjmë. Dhe në fakt nuk mund ta bëjmë këtë në qoftë se mbetemi të heshtur në raport me Gazën, po themi është e çuditshme. Kush thot që kur vjen fjala për sovranitet territorial, ju bërtisni që është kërcënim për jetën dhe ju jeni të heshtur kur bëhet fjalë për tragjedi humanitare. Nuk po krahasoj, por thjesht po e sjell këtu, po e kujtoj. Na duhet paqe, na duhet diplomaci, na duhet unitet për sigurinë tonë dhe natyrisht kjo është e vështirë për të ndërtuar një përgjigje të përbashkët. Për qenë besueshëm duhet kemi një reagim të përbashkët. Kemi të pranishëm dhe antarët e NATO-s këtu, por na duhet një shtyllë e fortë europiane në NATO dhe duhet veprojmë së bashku, siç kemi parë muajt e javët e fundit. Në një kuptim më të gjerë, Evropa ka shumë rëndësi sot se i takon trajtimit sigurisë sonë. Komuniteti politik evropian po kështu mundëson që të sjellim sigurinë njerëzve tanë kur vjen fjala për luftën kundër trafikimit të drogave, migracionit të paligjshëm. Kjo është thelbësore. Kemi nisur të diskutojmë këtë çështje dhe do të doja që të ndërtonim një koalicion shtetesh, organizatash ndërkombëtare e agjencish europiane për të luftuar trafikun edhe në porte e lumenj, për të luftuar pastrinë e parave dhe korrupsionin dhe për të forcuar programet e parandalimit. Kjo është thelbësore dhe njerëzit po na presin. I gjithë ky trafikim është i ndërlidhur, kësaj na duhet shumë bashkëpunim konkret për këtë çështje. Pika e tretë, kemi të bëjmë me sigurinë tonë demokratike. Mund ta kuptojmë nga zgjedhjet të fundit Rumania dhe Moldavia, Rumania sot. Ka kërcënime që po minojnë demokracitë tona, qëndresën tonë dhe natyrisht këto krijojnë manipulime gjatë zgjedhjeve, periudhave zgjedhore. Ka ndërhyrje të huaja konstante dhe këto po minojnë demokracitë tona. Përkundrejt gjithë çkaje që thash, ne kemi nisur në Blend High në planam një nismë edhe gjithashtu edhe kemi vendosur pikë kontakti për të rritur bashkëpunimin tonë, por në fakt duhet bëjmë më shumë për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga sulmet kibernetike. Gjithashtu duhet të mbrojmë nga sulmet online dhe të gjurmojmë edhe flukset financiare që i ushqejnë këto sulme hibride. Sur lequel on peut accrocher tout ça. Puis le dernier point, c'est la sécurité économique. Tjetër, pika e fundit, siguria ekonomike e përmenda në Budapest, por besoj që dërim tani nuk kemi kuptuar mjaftueshëm që përfaqësojmë mbi 700 milion banorësh një treg i jashtëzakonshëm, shumë i madh se ai amerikan, shumë më koherent dhe po të shihnit mesataren, nivelin mesatar, në qoftë është edhe më me ndikim se sa tregu kinez. Na duhet që të rrisim bashkëpunimin, e të punojmë për këtë, duke hequr barriera tregtare. Duhet të sigurohemi që kjo Europë e gjerë, kjo Europë e jona e madhe, të jetë më e bashkuar ekonomikisht dhe nga pikpamja tregtare. Dhe kjo është ajo çfarë po bëjmë kur themi që kjo është edhe pjesë e diskutimeve midis BE-s edhe Mbretërisë Bashkuar. Ndërkohë që Edi dhe Aleksandri janë shumë përfshirë me rajonin. Dhe duhet bërë diçka më shumë edhe për integrimin rajonal, që duhet jetë një tjetër çështje e diskutuar, si edhe zgjerimi i BE-s. Ne do të bashkërendohemi për të luftuar të gjitha kërcënimet që vijnë nga jashtë.
gjithçka që mund të sjellë konkurrencë të pandershme. Të gjithë po marrim me japim me tarifat amerikane, por do të jemi më të fortë po të rrim së bashku. 700 milion konsumator, do të jemi shumë më mirë, më të aftë për të përballuar konkurrencën nga Azia. Do të kemi kapacitetin e do të jemi më të fortë, të bashkërendohemi për të mbrojtur tregjet tona. Unë sugjeroj që të bashkërendojmë punën tonë edhe për çështje të unitetit ekonomik në nivelin e KPS. Pra, siç e thash, jemi në një pikë në kohë ku duhet që t'i dalim zot situatës. Dhe rreziku për Europën, dhe nuk e di në qoftë se është Zeusi, e nëse ka dora i këtu, por rreziqet janë të pranishme dhe KPE-ja na ndihmon që të shtrihemi nga pikpamja ushtarake sa i takon gjithashtu edhe sigurisë dhe ekonomisë. E na lejon që të bashkërendohem disa nisma konkrete. Pra, është koha, siç edhe Edje sugjeroi, që të ngrihet një sekretariat i cili të mund bashkëprendoj këto aktivitete në kuadër të KPS, e ndoshta që të kemi këtu edhe ose të përfshi gjithashtu edhe pranin e Këshillit Evropian dhe kjo do të ishte e dobishme. Faleminderit shumë që na pritet në Tiranë dhe për mikpritjen tuaj. Dhe që e doni kaq shumë Europën. Thank you and Faleminderit dhe tani është nder për mua që fjalën t'ja kaloj një miku shumë të mirë, shoku tim vës presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelenski. Faleminderit shumë. I dashur mik, faleminderit shumë. I dashur Edi, Kryeministri Rama, pra, faleminderit ju, faleminderit Shqipërisë që na keni pritur sot. Jo thjesht në këtë vend të bukur tuajën, por në një vend që beson tek Europa dhe që vazhdon të punojë për të ardhmen e vet në Europë. Të dashur miq, faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj. E vlerësoj shumë faktin që ne e kuptojmë njësoj situatën që kjo luftë, pra lufta e Rusisë kundër Ukrainës, duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë mundur dhe në një mënyrë të drejtë. Ukraina ka nevojë për paqe dhe paqja në Europë varet nga fakti nëse ne, Ukraina, do ta marrë atë. Ju të gjithë e dini që këtë javë ne patëm mundësinë që të merrem, nëse do të ishte pra e mundur, të ndërmerrem disa hapa të rëndësishme për ta mbyllur luftën, për t'i dhënë fund asaj, në rast se Putini nuk do të kishte patur frikë të vinte në Turqi. Unë isha dje në Ankara dhe isha sigurisht që u pritëm nga presidenti Erdogan dhe isha i gatshëm për një takim të drejt për drejt me Putinin, qoftë në Ankara apo në Stamboll. Dhe jo thjesht për një takim, por në fakt për të mundur për të zgjidhur të gjitha çështjet e rëndësishme. Por ai nuk ra dakord për asgjë. Pra Putini nuk ra dakord për asgjë dhe shihej qartë që delegacioni rus që erdhi në Stamboll ishte i një niveli shumë të ulët dhe askush nga ata që ishin anëtar të delegacionit nuk mund të merrnin vendime në Rusi. Pra megjithatë u dërgova një ekip në Stamboll i cili udhëhiqej nga ministri i mbrojtjes së Ukrainës. Të paktën pra për të parë nëse rusët do të arrinin që të vendosin ndonjë gjë. Gjithsesi, përparësia jo numër 1 është që të ketë një armëpushim të plot e të pakushtëzuar dhe të drejtë. Pra, pikërisht sepse vrasja duhet të marrë në fund, të krijohet një bazë e duhur për diplomacinë dhe në rast se përfaqësuesit e Rusisë në Stamboll sot nuk do të arrijnë të bien dakord për këtë gjë, një hap i parë shumë i nevojshëm dhe i domosdoshëm, atëherë është 100% e qartë që Putini vazhdon të minojë diplomacinë dhe në rast se pra nuk do të ndodhë kjo, atëherë është shumë e qartë që duhet ne të arrijmë një rezultat dhe ky rezultat duhet fillojë me armëpushimin. Delegacioni i Ukrainës e ka mandatin për ta marrë këtë vendim, siç e pam ne dje. Rusia në fakt ka dërguar të njëjtët njerëz që dërgoi në 2022 dhe tregoi që asgjë nuk ka ndryshuar, kanë bërë shumë deklarata,
tona kanë bërë shumë kërcënime, por nuk zgjedhin asgjë. Dhe po bëjnë gjithçka të mundur që takimin e Stambollit ta kthejnë në një proces bosh të zbrazët dhe të inskenuar ashtu si dhe ato që janë organizuar në 2022. Nuk jemi ne apo udhëheqësit e perëndimet që po i minojmë këto negociata, por janë rusët që kanë bërë pretendime të tilla për vite të tëra. Janë ata që kanë dërguar kokbosha në këto takime. Dhe kjo shkatron edhe për kufizimin e diplomacisë. Kështu që ajo që shikojmë nga delegacioni rus është thjesht teatër dhe që ata nuk mund të tregojnë rezultate dhe bota duhet të reagojë. Duhet ketë një reagim të fortë duke përfshirë sanksione kundër sektorit të energjisë të Rusisë dhe bankave të tyre. Dhe presioni do duhet të vijojë dhe të rritet derisa të ketë ecuri. Ukraina është e gatshme që të ndërmarrë të gjithë hapat e duhur dhe realist për t'i dhënë fund luftës, i bëj thirrje Putinit për t'i dhënë delegacionit të vet autoritetin e plot, pasi duhet t'i japim fund vrasjeve. Për një kohë që të jap diplomacisë një shans të vërtetë. Së dyti, ne duhet të ndërtojmë të arrijmë pra një nivel minimal besimi në negociata dhe kjo duhet bërë duke liruar për shembull të burgosurit e luftës, gjithashtu duke kthyer fëmijët Ukrainës që i mban Rusia dhe duke liruar Rusia të gjithë pengjet civil që i ka. Së treti, ne duhet të përkufizojmë qartësisht se cilat çështje do duhet të zgjidhen në nivel udhëheqje dhe jo më poshtë, pra leadershipi. Dhe ne dim se kush i merr vendimet e vërteta në Rusi. Së katërti, së bashku me të gjithë udhëheqësit dhe vendet që janë këtu sot, ne kemi filluar që të krijojmë një arkitekturë të re sigurie për Ukrainën, por edhe për të gjithë Europën dhe besoj që të gjithë që janë këtu e dinë që tashmë ka ardhur koha që të marrim disa hapa praktik. Së pesti, SBA-ja, presidenti Trump dëshiron të jap fund luftës dhe ne duhet vazhdojmë të bashkëpunojmë së afërmi me presidentin Trump dhe të qëndrojmë të bashkërënduar sa më shumë që t'jetë mundur, sepse mbështetja e SBA-s është thelbësore, mbështetja e Amerikës është e domosdoshme, pra dhe duhet patjetër është e rëndësishme që të punojmë së bashku që kjo gjë të arrihet. Dhe për këtë arsye, unë do t'ju mbaj të informuar për gjithçka që do të ndodhë sot në Stamboll dhe nëse do të ketë ndonjë shans që delegacioni rus të marrë hapat e duhur për t'i dhënë fund vrasjeve dhe për t'i dhënë fund luftës. Faleminderit edhe një herë Edi për gjithçka që keni bërë. Thank you so much. Faleminderit shumë. It's a particular honor Është nder i veçantë to have here with us që kemi këtu me ne. always a special guest in Ai gjithmonë një mik i veçantë në Shqipëri, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Zoti president, keni fjalën. Değerli devlet ve hükümet başkanları, Të nderuar kryer shtetesh dhe qeverisht, të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes me respekt personalisht dhe në emër të vendit tim. Jam shumë i kënaqur që gjendem sot këtu sërish me ju me rastin e samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Do doja të falenderoja kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim të dashur Edi Rama dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për organizimin e këtij samiti. Jemi mbledhur bashkë të diskutojmë një vizion të ri që do të ripërcaktoj kontinentin ton. Tashmë më shumë se kurrë është e rëndësishme që ne të veprojmë të bashkuar me bazën e bashkëpunimit dhe të orientuar nga fryma e veprimit përbashkët. Për të tejkaluar krizën e besimit në arenën ndërkombëtare, është e nevojshme që të krijohet një arkitekturë drejtë dhe gjithëpërfshirëse globale qeverisjes. Ky transformim, i cili do të bazohet në parimet e pandashmërisë, sigurisë e një ndarje më të barabartë të prosperitetit, duhet pikë së pari të nisë në shtëpinë tonë, në kontinentin evropian.
Ka një potencial të jashtëzakonshëm për bashkëpunim në fusha si industria e mbrojtjes, energjia, korridoret e transportit dhe ndërlidhja të nxirrët e furnizimit, tregjet digjitale dhe lëndët minerale kritike. Janë shumë fusa pra ku ne mund të bashkëpunojmë. Në këto kohë kritike, kur diskutojmë të ardhmen e sigurisë evropiane, përpjekjet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar industrinë e saj të mbrojtjes janë vërtet të dobishme. Ne besojmë po kështu që këto përpjekje duhet të përfshinë edhe aleat që nuk janë antarë të Bashkimit Evropian në mënyrë të tillë që të mos ndikojë apo të kryejë rolin thelbësor të NATO-s. Në fakt, me këtë lloj ideje do të ishte në interes më të mirë të sigurisë evropiane. Shumë luftra e konflikte në të shkuarën e Europë na kanë treguar se për çështje jetike si mbrojtja dhe siguria, nëse përqahemi, bëhemi më të dobët, e në qoftë se bëhemi bashkë, bëhemi më të fortë. Miq të shquar, ndërkohë që marrim në konsiderat ardhmen tonë të përbashkët, duhet padyshim të konsultohemi për hapat që garantojnë sigurinë tonë ekonomike. Turqia ka një madhësi ekonomike prej 1.3 trilion dollarësh amerikan, një popullsi dinamike e të re prej më shumë se 85 milionësh, një industri konkurruese dhe një qasje drejt për drejt në tregjet mdaja konsumi. Përditësimi i bashkimit doganor me Bashkimin Evropian do të kontribuojë për sigurinë e zinxhirëve të furnizimit. Kjo është ajo çfarë besojmë, besojmë po kështu që ky hap do të shtrojë rrugën për mundësitë përbashkëta prodhimi dhe investimesh në sektor kritik, siç janë ato të automotiv, farmaceutik dhe në industrinë e mbrojtjes. Praktikat e vizave, si ajo e Schengenit, që kufizojnë lëvizshmërinë e njerëzve tanë për rrjedhoj të mallrave, shërbimeve e kapitalit, duhet të rishikohen me investimet tona gjatë viteve të fundit dhe marrëveshjet e arritura në fushën e gazit, po i afrohemi gjithmonë më tepër objektivit ton për ta shndruar vendin ton në një qendër të rëndësishme energjetike për gjeografinë e rajonit. Si një vend me infrastrukturën më të zhvilluar energjetike në rajon, Turqia luan një rol të rëndësishëm në Europë në proceset e transformimit të energjisë. Hapat që kemi ndërmarrë në fushën e energjisë ripërtëritshme ofrojnë mundësi jo vetëm për vendin tonë, Turqinë, por edhe për të gjithë rajonin. E gjendur në zemër të korridoreve shumë palshe të transportit, Turqia jep një kontribut domethënës për ruajtjen të pandërprerë të zinxhirëve të furnizimit të Evropës. Miq të shquar, jemi në një moment kritik që armët të heshtin dhe paqja të vendoset në Ukrainë. Sot, ashtu si në të shkuarën, gjithsecili po kontribuon me përpjekje drejt një zgjidhjeje për të arritur si përparësi armëpushimin gjithëpërfshirës. Për shkak të ndjeshmërisë së procesit, inkurajimi i palëve pa ju imponuar asgjë është shumë e rëndësishme sa i takon arritjes së një paqeje të drejtë e që zgjat. Unë kam filluar takime më vete me presidentin Trump, presidentin Putin dhe presidentin Zelenski, me presidentin Macron, kryeministren Meloni. Presidenti Zelenski ishte dje në Ankara. Pas takimit me të, vendosi të nisë bisedime teknike për herë të parë që prej marsi 2022. Një dritare shumë rëndësishme mundësie është çelur për të ndalur gjakderdhjen. Ne besojmë që kjo mundësi nuk duhet humbur. Rusia, Ukraina, Turqia tashmë po zhvillojnë bisedime në Stamboll, drejtuar nga ministri i punëve të jashtme të Turqisë. Në këtë fazë, diyalog kanallarının açık tutulması için mbështetemi tek të gjithë partnerët tanë për t'i mbajtur të hapura kanalet e dialogut. Ashtu siç e kam thënë gjithmonë,
nuk ka humbës në një paqe të drejtë. Turqia do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj në këtë proces. Sayın devlet ve hükümet başkanları, Të shquar krerë shtetesh dhe qeverish, Gaza bir insani felaket yaşanıyor. ka përjetuar Çoğu çocuk ve kadın një katastrofë të pashembullt humanitare gjatë këtyre 20 muajve. Çdo ditë vjetra të pafajshëm, kryesisht fëmijë e gra, masakrohen. uzlaşmaz. Duhet t'i themi ndalë kësaj, t'i themi mjaft kësaj. Gazze ile birlikte tüm bölgemizi Qëndrimi i pa kompromis, agresiv dhe arrogant i Netanyahut rrezikon jo vetëm Gazën, por të gjithë rajonin tonë dhe njerëzit e besimeve të ndryshme që jetojnë aty. Ne presim që Europa të shfaq interesin e aspiratën e duhur për vendosjen e armëpushimit në Gazë. uluslararası camianın Më shumë se sa 2 milion ne vicdani njerëz kıstaslarla ne po insanlık vuajnë urinë onuruyla në Gazë bağdaşmaktadır. dhe komuniteti Kalıcı ndërkombëtar ateşkesin yanı sıra insani nuk ka ndërmarr asnjë veprim në këtë drejtim. teminat altına Duhet, alınması ve Gazze'nin pra nuk kemi asnjë veprim për të arritur një dinjitet njerëzor, përveç një armëpushimi të përhershëm, duhet edhe të mobilizojmë mjetet për të garantuar dhënien e ndihmave dhe për ta bërë Gazën të jetueshme sërish. Objektivi unë kryesor duhet jetë zbatimi i zgjidhjes me dy shtete që duhet të përbëjë të vetmen zgjidhjet qëndrueshme. Me përfundimin e një konflikti kaq të gjatë në Siri, një kapitull i ri e shpresë plot është çelur. Deklarata e presidentit Trump që SBA-ja do të heqë sanksionet ndaj Sirisë është një hap mjaft i vlefshëm i ndërmarrë që Siria të ecë përpara sa më shpejt jetë e mundur. Me këtë vendim, presidenti Trump ka treguar edhe një herë se sa rëndësi i kushton stabilitetit dhe zhvillimit rajonal. Shpresojmë që ky vendim do të shërbejë si shembull për vendet e tjera. Presim që sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian kundër ish regjimit të hiqen menjëherë e që të ofrohet mbështetje financiare për aktivitetet e rindërtimit të vendit. Kjo mbështetje do të ketë po ashtu një efekt përshpejtues për kthimin vullnetar, dinjitoz e të sigurt të sirianëve që gjenden jashtë vendit, të shuar krerë shtetesh e qeverish. Mjedisi aktual ku pasigurit po rriten na detyron që të bëhemi bashkë për gjetur zgjidhjet përbashkëta. Unë besoj sinqerisht se kur garantojmë solidaritet, mirëpërdorim të burimeve tona e bashkëpunim të sinqert, nuk do të ketë asnjë kërcënim as sfidë që nuk do të mundemi ta tejkalojmë si kontinent. Duke pasur këto parasysh, shpresoj që takimi ynë do të jetë i dobishëm për një Europë të sigurt, të begatë e të qëndrueshme, dhe ju uroj gjithë mirat me gjithë respektin tim. Thank you very much. Faleminderit shumë. Dhe tani është nder që në emër të qytetarëve të protektoratit të Shqipërisë ja jap fjalën kryeministrës së Italisë dhe mbrojtjes së Shqipërisë, Giorgia Meloni. Të dashur kolegë, mirëmëngjesi të gjithëve. Më lejoni që të falenderoj Edin, jo se jetojnë në protektorat, por për mikpritjen e bukur që na kanë bërë të samitit, por edhe për faktin që më ka bërë të ndjehem shumë të re sërish me atë video që u shfaq tek momenti i parë. Dëshiroj gjithashtu të uroj Edin edhe për rizgjedhjen e tij tërësisht të papritur si udhëheqës këtu pra i qeverisë së Shqipërisë. Jam e kënaqur që Europa do të mund të mbështetet pikërisht tek mbkulja dhe vendosmëria e tij. Pra
Shqipëria organizon komunitetin politik evropian për herë të parë dhe ky është një moment vërtet shumë i rëndësishëm, jo vetëm për kombin shqiptar, por edhe për të gjithë ne. Unë gjithmonë e kam menduar që identiteti evropian i Shqipërisë është fakt nga historia edhe përpara gjeografisë. Koncepti pra përkufizimi që ne mund të kuptojmë pikërisht nga ajo që ka ndodhur. Shqipëria është sigurisht Europë, ashtu si Italia, apo Serbia, apo Norvegjia, pavarësisht faktit nëse je pjesë e një organizate të caktuar apo jo, dhe për këtë arsye gjithmonë buzëqesh kur dikush përpiqet që të pretendojë që të vendosë kush është europian. Mos bëhen shtete anëtare të BE-s, disa të tjera aspirojnë të bëhen pjesë e BE-s dhe të gjitha janë po aq europiane sa të 27 shtetet anëtare të BE-s. E megjithatë, Bashkimi Evropian është sot pikërisht ajo që unë do dëshiroja ta quaja dëshira e ribashkimit të familjes së ribashkuar evropiane, ku të gjithë janë pjesë e një të vetmeje, ashtu si dhe gishtat e një dore. Pra popull që kanë luftuar njëri tjetrin për shekuj, sot në realitet janë një popull i vetëm. Dhe për këtë arsye, fakti që ne jemi këtu sot do të thotë që ne po ndërmarrim një hap përpara në këtë proces të rëndësishëm dhe historik të ribashkimit të Europës, sepse në rast se dëshirojmë të ndërtojmë Europën e re në një botë të re, nuk mund ta bëjmë atë pa Ballkanin Perëndimor, pa këta popull, pa këta shtete, pa këto vende. Pra, sepse janë pikërisht këto popull që janë pjesë pra e gishtave të kësaj dore, sepse janë pikërisht pjesë e saj, janë zemra e saj, janë ura ndërmjet lindjes Perëndimit, ajo që Papa Gjon Pali II ka thënë pikërisht që janë pra zemra e Europës. Dhe për këtë arsye, Italia është angazhuar në Bruksel për qasjen strategjike të Brukselit për Ballkanin Perëndimor, pavarësisht sfidave me të cilat përballet rajoni, por që gjithsesi këto vende duhet të kenë një perspektivë të qartë për antarësimin në BE. Sigurisht, zgjerimi do të thotë edhe sfida të reja, por unë jam e bindur që integrimi europian i vendeve të Ballkanit Perëndimor, por edhe integrimi i vendeve të tjera në lindje është vetëm për të mirën e sigurisë e Europës, për më tepër duke patur parasysh se çfarë po ndodh në kufijt tanë. Ne jetojmë në një botë teje të ndërlidhur. Fatet tona ndërvaren nga fatet pra të popujve të tjerë. Ajo që ndodh në kufijt lindor të Europës është e lidhur me çka ndodh në kufirin e Mesdheut, si dhe kundërta. Plaga që ka sjell lufta e agresionit rus në Ukrainë dhe plaga që i ka shkaktuar rendit botror vazhdon që të sjell efekte destabilizuese përtej kufive të caktuar. Dhe janë edhe sjell dhe efektin domino, që sjell pra edhe që mund të sjell dhe çarje të tjera apo krizat të tjera. Ne kemi qenë dëshmitar të kësaj në lindjen e mesme, por jo vetëm. Për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë krah Ukrainës dhe që do të bëjmë të pamundurën që kjo luftë të marrë fund menjëherë, sepse siguria dhe liria jon varen pikërisht nga restaurimi i forcës së ligjit dhe jo nga ai që mendon që është më i fortë. Dhe mendoj që liria e Europës dhe nuk ka gjë më europiane se sa një popull dhe njerëz që dëshirojnë të vënë gjithçka në rrezik për lirinë e tyre, sepse çdo ditë heroizmi dhe qëndresa e ukrainasve na kujton se çfarë është vetë Europa dhe se çfarë është identiteti ynë, themeli i identitetit tonë përbashkët, që është liria. Pra ne duam lirinë, Volodimir, ne duam lirinë tuaj siç e do populli juaj Ukrainas dhe ne e pam këtë edhe dje. Sepse pam që ju ishit të gatshëm të uleshit në tryezën e negociatave. Dhe kjo tregoi se
who looks for peace. Dhe ai nuk ishte. Dhe kjo tregon se kush bën propagandë për paqe dhe kush është i vërtet. Por ajo që ndodhi dje mund të jetë një hapas, por ne duhet kemi vendosmërinë për të arritur më në fund një armpushim të pakushtëzuar, pra pa kushte, me garanci serioze për sigurinë e Ukrainës dhe ne jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për të arritur këtë objektiv. Megjithatë, të dashur kolegë, jam shumë dakord me shumë nga gjërat që tha Edi në fjalimin e tij, por të ndërtosh një Europë të re në një botë të re, ashtu siç avokohet nga kjo seancë plenare, për mendimin tim, do të thotë që përpara se të flasim për ato që duhet të bëjmë, duhet të mendojmë se edhe një herë se cilat janë themelet tona dhe të reflektojmë për atë se kush jemi. Askush prej ne nuk ka interes për të fuqizuar në një formë të bashkimit brenda shteteve të BE-s, dhe ne e dim se çfarë duam të jemi dhe se çfarë duam të bëjmë në të ardhmen. Në këtë botë që po ndryshon kaq shpejt, sepse ndonjëherë në rast se Europa tregon që nuk ka mundësi që të përballet me sfidat e reja, atëherë nuk është faji askujt, por është në fakt është faji dhe përgjegjësia jonë. Pra ne kemi në dorë për të vendosur nëse do të shikojmë rënien apo do të luftojmë për më të mirën e saj. Dhe në rast se do të luftojmë, duhet të jemi të ndërgjegjshëm për atë që jemi, se çfarë është qytetërimi europian, se cilat janë arritjet e këtij qytetërimi europian dhe çfarë ka sjellë njerëzimit pra përmbledhja pikërisht e filozofisë greke, e të drejtës romake, e humanizmit, e iluminizmit, pra që e ka lejuar qytetrimin europian që të krijojë një botë ku qytetari është në qendër të saj dhe qeniet njerëzore janë të lira dhe të barabarta. Një qytetrim që respekton identitetin e të tjerëve pa mohuar të vetin dhe që ndërton paqe aty ku të tjerët mund të duan shkatrim. Pra ne jemi paqe. Ne mbi gjithçka tjetër jemi pikërisht kjo gjë. Dhe unë mendoj që së pari nuk duhet të harrojmë këtë çdo ditë për atë Europë që ne duam të ndërtojmë, për atë Europë që na ka lënë historia. Faleminderit. Thank you and with Faleminderit me mirënjohje të mirëfillt për vizitën historike dje. Është kryeministri i parë i Mbretërisë Bashkuar që vjen ndonjëherë në Shqipëri për një vizitë dypalçe. Dhe me frymën e njohur botërisht të faljes që solli një shi kaq të dendur, kam nderin t'i jap fjalën kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Faleminderit, fjala është për ju. Faleminderit Edi. Më vjen shumë mirë që të shoh kënd këtu për rreth tryezës sot. Faleminderit Edi që na mblodhe bashk. Do të kujtoja që kur unë zbrita nga avioni mbrëm, dje në mëngjes ishte diell. Kështu që këto zërat që moti është faji britanikëve është krejt i gabuar. Megjithatë na mblodhe bashk Edi dhe është një takim shumë i rëndësishëm sepse është moment thelbësor për kontinentin tonë. Kjo është pasqyruar edhe në komentet e të gjithëve deri më tani. Më la mbres fjala hapse e juaja i dashur Edi, sepse jemi në një epokë të re. E themi të gjithë, por duhet të kuptojmë që është një epokë e re, por është një epokë që karakterizohet nga luhatja, nga paqëndrueshmëria. Është e trisht, por kjo është epoka e re ku kemi hyrë. Ndërkohë që e bëjmë këtë, mundësia që të gjithë udhëheqësit europian të mblidhen së bashku me secilin prej nesh që përballet me sfida të sigurisë të ekonomisë tonë, ndërkohë që e bëjmë pra këtë që vlera e KPS nuk mund të jetë më e qartë se kaq. Pra është shumë e rëndësishme që gjendemi sot këtu. Ndaj isha kaq i kënaqur kur mikprita summitin vitin e kaluar menjëherë pasi u zgjodh qeveria ime brenda 2 javëve. Pata kënaqësi shumë të madhe sepse ishte shumë e rëndësishme për mua që të sinjalizonim qëllimin ton qysh në krye të herës për të punuar më ngushtë me partnerët tanë europian e për të forcuar raportin e Mbretërisë Bashkuar me BE-n, jo mbështetur në rimarrjen e argumenteve për të shkuarën, por duke parë përpara nga e ardhmja.
Që pra asaj kohe, si që keni parë, ne kemi intensifikuar në mënyrë domethënëse angazhimin me aleatët tanë europian, duke kuptuar që partneriteti është jetik për të arritur një rimëkëmbje, rinovim të sigurisë, gjithashtu edhe për ata njerëz në Mbretërinë e Bashkuar që e kërkojnë dhe meritojnë këtë gjë. Dhe në fakt, ndërkohë kemi punuar për këtë aleancë në mbar Europën. Në fakt, di kam kënaqësi që jam kryeministri i parë britanik që vi këtu në një vizitë dypalëshe në Shqipëri dhe të punoj me ju si partnerët tanë. Kam po kështu shumë kënaqësi që të mirëpres Antonio në Londër të hënën për samitin e parë midis Mbretërisë Bashkuar dhe BE-s, një moment mjaft i rëndësishëm të epokës së re. Një moment që në fakt ka të bëjë me njohjen e faktit që shumë sfida me të cilat përballen, rritja, migracioni, siguria janë sfida që i ndajmë së bashku e vetëm zgjidhjet e përbashkëta do t'i trajtojnë ato. Sigurisht, sfida më urgjente sot këtu është sigurimi i një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, me fjalët e drejtë dhe e qëndrueshme që janë kyçe. E natyrisht ne duhet të bëjmë më shumë për mbrojtjen tonë. Javën e kaluar shpalla një paket tjetër sanksionesh për flotën hije ruse në mënyrë që të mbrojmë infrastrukturën tonë nga flota e Putinit. Në fakt, gjatë muajve të fundit, kemi punuar fort që të sjellim te koalicioni ynë të vullnetshëm dhe shumë udhëheqës politike ushtarak. Dhe së bashku me Friedrich dhe Donald, ne javën e kaluar bashkë me presidentin Macron e kemi bërë këtë gjë jo vetëm si solidaritet, por edhe pas përfundimit të luftës botërore. E bëm për një kujtesë që këto janë pikërisht të njëjtat vlera për të cilat ne luftojmë për të ardhmen. Një moment i rëndësishëm për Ukrainën, por dhe një moment i rëndësishëm për të bërë bashkë, për të garantuar argumentin e mbështetur nga presidenti Trump për një armëpushim të pakushtëzuar, dhe që presidenti Putin duhet të vijë në kryes për të diskutuar këtë gjë. Tani që kemi nxjerrë këtë ultimatum, duhet të jemi të përgatitur që ta ndjekim deri në fund, sepse nëse Rusia nuk do të ulet në këtë kryes bisedimesh, Putini duhet të paguajë çmimin. Ajo çfarë ndodhi dje dhe e përmenda është një provë e mëtejshme që Putini nuk e ka seriozisht paqen. Rusia po tërheq këmbëzbat dhe po luan lojra, ndërkohë që Ukraina ka dëshmuar se është pala e paqes dhe udhëheqjes. Gjatë këtij konflikti, udhëheqja juaj për të luftuar agresionin rus, qëndresa dhe kuraja e popullit Ukrainës është diçka që të gjithë ne duhet ta mbështesim, por gjithashtu dhe udhëheqja juaj drejt paqes, sepse ishit ju që vendosët në kryes para disa javësh këtë armëpushim të pakushtëzuar. Qartësisht Ukraina është pala e paqes, por duhet po kështu të razisim edhe aleatët tanë, i bëjmë të kuptojmë që ky armëpushim është jashtëzakonisht i domosdoshëm dhe të vendosim sanksione në qoftë se është e nevojshme. Mbretëria e Bashkuar është gati të luajë rolin e vet, dhe kjo nuk kupton rritjen e shpenzimeve ushtarake deri në 2.5% të PBB-s në 2027 me ambicien për të arritur në 3% deri parlamentin tjetër. Natyrisht edhe të tjerët po punojnë intensivisht për këtë në mënyrë që së bashku të arrijmë një zhvendosje brezash për këtë industri mbrojtjeje, për çdo kërcënim që kërcënon, që minon sigurinë tonë. Një tjetër sfidë përfshin migracionin. Është një sfidë që në fakt ka viktima ata më të varfrit e që ndikon dhe në shërbimet tona të migracionit. Prandaj dhe unë kam bërë pjesë të rendit të ditës në Blenan dhe në Budapest këtë çështje. Dhe natyrisht edhe pjesë të agjendës sot shoqërisë, sepse e vërteta është që kjo është një sfidë
Përtej kufive tanë, një sfidë me cilën duhet përballemi së bashku. Të gjithë qytetarët tanë duan një sistem imigracioni që është i drejtë e që është në funksion të interesave kombëtare. Është koha tashmë të punojmë së bashku për të siguruar kufit e përbashkët. Procesi në fakt po jep rezultate. Dje isha në portin e Durrësit të pash personalisht se si forcat e Mbretërisë Bashkuar po punojnë me forcat shqiptare për të luftuar krimin ndërkufitar. Në fakt, në mars, kemi zhvilluar samitin e parë ndërkombëtar për të luftuar migracionin e parregullt, duke nxjerrë në pa punën me partnerë ndërkombëtar që po sjellin rezultate. Megjithatë, duhet bërë edhe më shumë në të gjitha drejtimet për migracionin, për sigurinë kombëtare, e të gjithë e dinë që është po kaq thelbësore dhe punohet për sigurinë ekonomike. Në një epokë të re të tregtisë dhe ekonomisë, ne do të rrisim qëndresën e do të ulim barriera tregtare me aleatët tanë në mbar botën e në Europë. Në këto kohë luhatjesh e pasigurisht. Mbretëria e Bashkuar nuk do të reagojë duke utkurur së brendshme, por duke marrë rolin e vet në skenën botërore, duke mbështetur paqen dhe lirinë në Europë. Dhe të falenderoj edhe një herë Edi që na mblodhe sot së bashku në ndjekje të këto temave e të këtyre temave dhe çështjeve të përbashkëta. Thank you very much and Faleminderit shumë. Është privilegj vërtet i veçantë dhe unik për ta përgëzuar në Tiranë kancelarin e ri dhe të sapo zgjedhur të Gjermanisë. Dhe mendoj që është në fakt një mundësia e jetës për të qenë kryeministri i Shqipërisë dhe të kesh mundësi të japësh ose të mos ja japësh fjalën kancelarit gjerman, mendoni. Pra, fjala për ju, i nderuar kancelar Merz, dhe përgëzime, urime edhe një herë, pra, dhe të gjithë presim me padurim leadershipin udhëheqën pra të Gjermanisë. Faleminderit kryeministër i dashur Edi Rama, faleminderit shumë për mikpritjen e ngrohtë, faleminderit shumë për të gjithë mikpritjen që na keni treguar në Tiranë. Më lejoni të them që jam vërtet shumë i kënaqur që jam këtu dhe që kam nderin dhe mundësinë që të jem me ju për herë të parë në këtë grup të shquar udhëheqësh të nderuar të Europës. Faleminderit të gjithëve ju që më keni dërguar urimet tuaja për zgjedhjet dhe me padurim pres bashkëpunimin ton të ngushtë, jo vetëm personalisht, por edhe si në krye të qeverisë, jo vetëm sepse na duhet shumë, por edhe sepse jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë. Dhe tashmë me këto fjalë më lejoni që të fokusohem tek 2 apo 3 çështje në veçanti. Çështja e parë ka të bëjë me faktin që në kontinentin ton kemi një sfidë që nuk e kemi parë për disa 10 vjeçar, që është kjo luftë e vështirë dhe e fortë në Ukrainë. Kjo nuk është thjesht një luftë kundër këtij vendi, sepse po të ishte vetëm kaq, sigurisht do të ishte mjaftueshmërisht kritike dhe e tmerrshme, po kjo është një gjë e cila është e drejtuar ndaj të gjithë rendit dhe të gjithë Europës. Ju e dini që Donaldi, Kerry, Emanueli dhe unë vajtëm në Kiev për të takuar me presidentin Zelenski të shtunën. Dhe e bëm këtë jo vetëm ne si individ në emrin ton, por unë shpresoj fort që këtë e kemi bërë edhe në emrin tuaj, të gjithëve ju, për të treguar angazhimin ton të fort dhe vendosmërinë ton për krahjen, për vendin tuaj, por edhe për këtë rend politik. Ne jemi të vendosur, të katërt, dhe të gjithë ju, që ne duhet të vazhdojmë të japim mbështetje të fortë nga aspekti politik, ekonomik, financiar, ushtarak Ukrainës, këtij vendi që gjendet në këtë vështirësi të tmerrshme. Dhe përpjekjet tona kanë treguar një sukses shumë të vogël diplomatik. Fakti që ata sot po takohen
për herë të parë pas 3 vitesh e gjysmë, është ndoshta një sinjal shumë i vogël, por gjithsesi i fortë. Duhet të bëjmë akoma më shumë për këtë me përpjekjet tona diplomatike, por edhe duhet të jemi shumë të qartë për mbështetjen tonë ushtarake për Ukrainën. Nuk duhet të ketë pikë dyshime që ne jemi tërësisht të angazhuar dhe të gatshëm të japim mbështetjen tonë të plotë. Çështja e dytë, komenti i dytë ka të bëjë për aleancën tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini që vendi im është skajshmërisht mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ato që ata kanë bërë pas luftës së dytë botërore dhe ne e kemi treguar këtë mirënjohje duke i nderuar ata edhe së fundmi në 80 vjetorin e përfundimit të luftës dhe që kishim 80 vite paqe. Dhe ne duhet të bëjmë çdo përpjekje të mundshme që amerikanët të kemi në anën tonë. Nuk mund të zëvendësojmë kurrësi amerikanët dhe ato që ata bëjnë për ne në Europë, në kontinentin ton, për paqen ton, për lirinë ton. Ne përballemi me çështjen e migracionit dhe Keir Starmer e përmendi këtë gjë. Më lejoni që të bëj vetëm një koment nga ana jonë. Ne përballemi me kërcënime nga migracioni dhe jemi përballur me këtë me 10 vjeçar të tërë dhe po përpiqemi ta zgjidhim atë. Po përpiqemi të bëjmë gjithçka që kemi mundësi së bashku me Bashkimin Evropian, por duhet të bëjmë diçka edhe vetëm. Gjithçka që ne po bëjmë është në përputhje me të drejtën europiane, me legjislacionin e BE-s dhe ne po përpiqemi të bashkëndojmë përpjekjet tona me të gjithë fqinjët. Pra dhe nuk po bëjmë diçka për kërcënime të reja që po vijnë, por le të bëjmë diçka rreptësisht së bashku dhe në mënyrë efikase. Komenti i tretë ka të bëjë me prokurimet ushtarake. Ne jemi të gatshëm të shpenzojmë më shumë për këto shpenzime ushtarake dhe për mbrojtjen. Kjo është e saktë dhe dihet, por kam një kërkesë. Le të mos flasin vetëm për parat. Ne duhet flasim për efikasitetin, për shifrat e sistemeve, numrat e sistemeve, por edhe për ekonomitë e shkallës. Ne nuk po marrim mjaftueshmërisht materiale për parat që po shpenzojmë mjaft para, goxha para, dhe duhet të vazhdojmë të shpenzojmë më shumë, por thjesht shpenzimi i parave të këto sisteme të cilat janë teje të shumta, pra tek prokurimet, shpenzimi i prokurimeve që janë teje të ndërlikuara, kjo në vetvete nuk mjafton. Prandaj vendi im, qeveria ime, janë vërtet të gatshme që të tregojmë që të kemi efikasitet, prokurime më të mira, bashkëpunim më të mirë në kontinentin evropian. Dhe kjo nuk shkon kundër askujt jashtë Bashkimit Evropian, është thjesht në favorin ton. Dhe çështja e fundit që dëshiroj të ngre është që në rast se ne do të flasim për konkurrueshmërinë e industrive tona, kjo në vetvete është e rëndësishme, po ne të gjithë e dim që sistemet tona politike, demokracitë tona janë në rrezik. Që do të thotë që në rast se ne po tregojmë që jemi të gatshëm dhe kemi mundësi që të zgjidhim problemet, bota, problemet të tilla si migracioni, konkurrueshmëria e industrive tona, do të tregojë që sistemet tona politike, qeveritë tona, demokracitë tona janë të forta mjaftueshëm për ta bërë këtë gjë dhe këtë gjë duhet bëjmë dhe të mos ta harrojmë kur ne po zgjidhim këto çështje në nivel evropian. E në fund po jo më pak nga rëndësia një premtim. E di që ka patur kritik për angazhimin gjerman, për kushtimin e Gjermanisë ndaj Europës, institucioneve europiane dhe Bashkimit Evropian. Unë i kam kërkuar qeverisë time që të jetë sa më shumë që të jetë mundur e pranishme në nivel europian, në Këshillin e Ministrave, si edhe në institucionet të tjera të BE-s, qoftë edhe në institucione europiane si kjo që na ka mbledhur sot këtu, për të treguar që Gjermania është tërësisht e angazhuar për atë që është domosdoshme në Europë tashmë dhe që ne jemi të gatshëm të gjejmë një qasje të re për angazhimin tonë europian. Dhe kjo, jo sepse ne thjesht e duam shumë
Europën, sepse ne të gjithë e dim që mund të jemi të suksesshëm vetëm në rast se jemi dhe vazhdojmë të jemi bashkë, që faleminderit edhe një herë për mikpritjen tuaj të ngrohtë dhe me shumë kërshëri dhe padurim pres që ne të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ardhmen. Faleminderit që më keni mikpritur në grupin tuaj. Tani besoj që do të bini dakord me mua që askush më mirë se sa presidentja jone e Komisionit, Ursula von der Leyen, mund të besohet, pra askush nuk mund të besohet më shumë se sa ajo me fjalët përmbyllëse të kësaj seance. Dhe natyrisht në këtë lloj peizazhi që kemi këtu, ju luani rolin e drejtoreshës së kopshtit. Faleminderit shumë i dashur Edi. Faleminderit shumë që na mblodhe këtu. E jashtëzakonshme, siç ne e dim që apo siç ne e njohim që e bën, e dim që ndryshimet që po kalojmë janë historike, kjo s'ka dyshim. Kur ra muri në 1990-ën, u shpall se ishte fundi i historisë dhe ju kujtohet të gjithëve që na e mori mendja që liria politike dhe ekonomike më së fundi do të shkrije i bashkë dhe kjo do të bashkonte njerëzit. Sot jemi këtu dhe historia është kthyer. E kështu është kthyer dhe gjeopolitika. Ajo çfarë perceptuam si rend botror, po kthehet në çrregullim botror i nxitur nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe betejat të tjera. Detyrat e fundit dhe ashtu siç u fol këtu Emanuel, nevoja për një thirrje për Europën për të zgjuar është artikuluar një sër herësh. Sot Evropa është zgjuar, i ka syt hapur, dhe ne e dim që duhet të ecim përpara, duhet të mbyllim hendekun e inovacionit, dhe ju e përmendët, na duhet të nxitim konkurrueshmërinë tonë, na duhet të ndërtojmë vetë këtë qendres tonën, dhe na duhet të zgjerojmë e të thellojmë rrjetin e partneriteteve që kemi në mbar botën. Kemi mësuar të gjithë që kur ka krizat të mëdha, Europa është ajo që jep ca prej përgjigjeve më të mëdha, dhe ne e dim që gjatë viteve të fundit, pandemia, ndryshim, kriza e klimës, kriza energjetike, lufta ruse kundër Ukrainës, të gjitha këto janë kriza të rënda, të cilat në kanë sfiduar vërtet, por Europa ka dalë prej tyre më e madhe e më e fortë si nga çdo krizë. Europa është bashkuar më shumë në këtë pikë these të historisë. Dhe Europa ka qëndruar e bashkuar në mbështetjen e saj të palëkundur për Ukrainën, sepse nuk duhet harrojmë. Kjo është arsyeja pse edhe komuniteti politik evropian është themeluar e krijuar për të mbledhur krah Ukrainës përballë agresionit rus, pra për të raditur krah saj dhe për të sjellë paqe në kontinent, ndërkohë që Rusia e ka lënë Europën. Vetëm fakti që jemi të ulur këtu së bashku me ju, Volodymyr, është provë e bashkimit ton të palëkundur, të çelikt. Dhe kjo tregon bashkimin ton, vendosmërinë ton e një bashkëpuni edhe më të madh për të ruajtur sovranitetin e Ukrainës, për gjetur një rrugë drejt një marrëveshjeje paqeje dhe për të pasur garanci të forta sigurie për Ukrainën. Gjatë rrugës, shumica e anëtarëve të KPE-s kanë mbështetur sanksionet kundër Rusisë dhe ato po japin efekt. Të ardhurat e naftës dhe gazit në Rusi janë ulur me 18% përpara luftës, ndërkohë që deficiti po rritet në mënyrë të papërshkrueshme. Inflacioni është në rritje mbi 10%. Dhe ne jemi gati të bëjmë më shumë për ta sjellë Putinin në tryezën e negociatave. Dhe shumë folës e përmendën. Kjo luftë duhet të përfundojë, ju e tha Georgia, ju e tha Kir. Volodymyri ka përshkruar të gjithë ato ortek të ditëve të fundit. Për të qenë të qartë, ne duam paqe. Kështu që po punojmë për grupin tjetër të sanksioneve dhe elementet kryesorë të kësaj pakete do të jenë për shembull sanksionet kundër Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2. Gjithashtu edhe listimi i
anijeve në flotën hije, gjithashtu edhe ulja e tavanit të çmimit të naftës, sepse duam paqe dhe ka ardhur koha që të angazhohemi seriozisht për një gjë të tillë. Por po kështu jemi mbledhur këtu në Tiranë për të ndërtuar të ardhmen tonë të përbashkë dhe ishte mrekulli të dëgjoje folësit e ndryshëm. Të ardhmen tonë të Europës në një epokë begatie të përbashkët. Nëse ja dalim me sukses, të ndërtojmë këtë mirëqenie dhe nuk kam as pak dyshim që do ta bëjmë. Ky është ngjitësi për stabilitetin dhe paqen në kontinentin tonë, është më i fortë se sa çdo agresion. Begatia, prosperiteti i përbashkët. Për ta bërë këtë, ndërlidhja duhet të jetë në krye të agjendës tonë dhe po i krijojmë këto mundësi tashmë përmes instrumentit për Ukrainës, përmes planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Moldavia së shpejti do të hedhë syt për ngadeti i zi me një strategji të përkushtuar të BE-s për detin e zi. Në agjenda e ndërlidhjes që lidh Europën me Azinë Qendrore përmes partnerëve tan të Kaukazit Jugor. Është një vizion i jashtëzakonshëm për cilin duhet punoj për të lidhur infrastrukturën, transportit ndërkufitar, që të kemi fluks tregtar, të krijojmë lidhje digjitale që lidhin njerëzit rreth këtij komuniteti politik evropian. Ne i kemi zhvilluar me shpejtësinë e dritës këto vite të fundit dhe ky është fakti, se KPE-ja është më shumë se sa një ide apo forum. Është shprehja e aftësisë sonë për të zgjidhur e për të bërë ballë së bashku sfidave që ndodhin si europian. Dhe e them me besim, me shpresë e vendosmëri. Në fund, që mund të them rroft Europa. Faleminderit shumë. Thank you and Faleminderit. to share with you that Dëshiroj të ndaj me ju first common law faktin që written in Middle në Age. kanunin ton There is që a është shkruar very fundamental chapter kohë më parë, ka një kapitull që ka të bëjë me mikpritjen. Dhe ai fillon me një citim që thot që shtëpia e shqiptarit i përket Zotit dhe mikut. That quote is really Dhe very kjo fjali profound, është vërtet shumë e thellë. it's the origin Dhe of the është fact edhe that origjinë ended e the Second faktit World War që ne as the only country that mbaruam, had more Jews arritëm në fund të luftës së dytë botërore, si vendi që në atë moment kishte më shumë hebrejnë se që kishte pasur në fillim të tij, sepse ata erdhën si miq, të cilët u mbrojtën, të cilët shqiptarët i mbrojtën me jetën e tyre. feeding Por, well the guest ndër is absolutely Të gjitha këto gjëra që ne bëjmë për miqt, gjë shumë të rëndësishme kemi që t'u japim atyre ushqim shumë të mirë. Kështu që për këtë arsye, pavarësisht se thuhet që dreka asnjëherë nuk është falas, sot do ta shikoni që është e kundërta, sepse sa herë që të vini në Shqipëri, në çfarë do lloj cilësie, do të jeni gjithmonë të mirëpritur dhe pas një ore do të rikthehemi që Europa të vazhdoj punën e saj. Faleminderit. Bravo. Do të shkëputen tani për të drekuar dhe për të rikthyer sërish pas rreth një ore dhe për të nisur diskutimet e tjera të gjithë antarët e këtij samiti i komunitetit politik europian që zhvillohet në Shqipëri.
Alors, ça c'est des retours dedans. Oui, très bien. Was not really my concern. They just and then już posłuchajcie, no bo to ja ująłem. Persona i në pyet. Sensi verrebbero presi problemi. Perfetto. Se procediamo, ho detto non ho troppo. Premiero Presidente. Shkëputemi edhe ne për një hapësirë publicitare.